Mirë dita mi të YouTube-it. Ju përshëndes edhe sot dhe mirë se u rikthyen përsëri në kanalin tim të YouTube-it. Sot doja të prezantoja një model tjetër centro, jo centro më falni, një tantel për buzë çarçafi për dyshek. Kam bërë dhe një tjetër nëse më keni ndjekur në kanalin e YouTube-it, edhe kjo është një model paksa i ngjashëm me atë. Po me që ishte mas dite e kështu, doja të përshëndesja të gjithë miqtë e mi. Kush nuk e ka pirë kafen, të urdhëroj ta pim bashkë tash në këtë masdite, me që dhe koha u freskua. Edhe duke punuar grep, edhe duke pirë dhe kafe. Dëshiroj dhe i ftoj të gjithë miqtë e mi të YouTube-it. Nëse kanë dëshirë gjithmonë dhe nëse e kanë kohën e lirë. Një, 2, 3, 4, 5. Dhe për të gjithë ata që do bëjnë shtesën e mbushjes, si bëhet shtesa e mbushjes, të më ndjeki tash në këtë mbasdite këtu, në kanalin tim të YouTube-it, Luiza Dori. Atëherë, për të bërë këto 7 mbushje, na nevojiten 10 zinxhir. Një është kjo këtu, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, marrim lak dhe e fusim këtu. U bën 2 mbushje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, edhe një 7. Kush di ndonjë që di ta bëjnë, ka ndonjë mënyrë tjetër më të thjeshtë, si bëhet shtesa e mbushjeve, mund edhe të na i tregoj. Megjithatë, unë e kam shpjeguar edhe më përpara se si mund bëjmë shtesat e kutive dhe shtesat e mbushjeve. 1, 2 zinxhir. Është në formë këje ose fjongo. Bëjmë 7 mbushje. Kam dëshirë që të gjithë ndjekësit e mi të YouTube-it, në një ditë të gushtit ose të korrikut, të mblidhemi në një vend ku është më i afërt, të pim ndonjë kafe dhe të shkëmbejmë eksperjencat e punës së dorës, me grep, me suvajk, me shtiza, të mësojmë nga njëra tjetra, se njeriu gjithmonë ka nevojë të mësoj. Në qoftë se do të jeni gjithmonë dakord për të takuar për të pirë një kafe. Gjithmonë këtë kënë e bëj me 2 zinxhir, harku mbi kënë me 4 zinxhir. Harqet këtu i bëj me 7 mbushje. 2, 4, 5, 6, edhe një 7. Është një model i thjesht, bëhet shumë kollaj. Megjithatë tani është kthyer moda prap, edhe bëjnë shumë këto tantellat për çarçafet e organeve të dyshekëve, për klëvat, për peshqirat. Faktikisht kanë dhe lezet çarçafët, se një kohë për shembull ishin këto ekzistonin në kohën e Enverit, që të gjithë çarçafet që bënin pajet, që bënin vajzat, i bënin me tantel. Pastaj erdhi demokracia, filluan njerëzit i merrnin me ngjyra, me vija, me gjëra. Prap nuk ose janë të këqija, domethënë nuk janë të mira, janë dhe ato me vija, me ngjyra, por të paktën një komplet për shembull, një komplet i bardhë të jetë me tantel, ka lezet edhe krevati kur e shtron.
Unë këto i kam bërë të gjata 2,80. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kush dëshiron të bëj kurse online, unë bëj dhe kurse online për të mësuar grepin, si të bëhet zinxhiri, kutijat, mbushjet. Unë këtë për e punoj me grep 1,40 mm. Kurse kjo është një fije Kuvaristo, është numër 30. Kjo se e keni parasysh, është kjo. Kuvaristo është numër 30. Ka dhe të bardhë dhe bezh. Ngjyra tjera nuk e di. Nëse dini në një vend ku mund të ketë ngjyrë të kuqe ose të zezë, numër 30, si punë e kësaj Kuvaristos, më thoni. Se unë punoj edhe me lekë, të gjitha këto centro që i bëj, të çarçafeve, i bëj me lekë. Por fije të kuqe si puna e saj nuk përgjej. Tani kjo vjen me shkallë. Kështu 1, 2, 3, 1, 2, 3. E tani vjen duke u ngushtuar. Do vi kjo pjesa këtu. Tani këto mos e shikoni që rinë kështu, se kjo do lahet, do ta ngri me vinavil siç ju kam thënë. Edhe do kapin me gjelpëra me kokë. Mund ta hapni mbi një karton ose mbi një bukë peshku nëse keni, edhe ndërin të gjitha të tendosura kështu. Kjo do kapet me 2, për shembull, një këtu, e do dalin gjitha të tendosura si punë e kësaj dhe dalin shumë të bukura. Provoni t'i bëni me vinovil, sepse rinë shumë bukur. Nuk do lodheni që siç i bëni më përpara me një seshte, që sa i lanim, sa i thanim, i fusim në një seshte, ishte një proces shumë i gjatë ashtu. Tash unë për të kaluar këtu tani, do punoj me mbushje parlak, që formohet edhe kjo hunda këtu. Tani isha këtu, tani do kthejmë këtu parlak e do bëj këto mbushjet këtu. E përshëndes edhe zonjën Marieta, që mazite e pi kafen me mua, ose kur punojnë dal vive ose në WhatsApp. Tani bëjmë 1, 2, 3 zinxhir. Është edhe shumë vap tash. Ta ullë të të poshtë e pengon. Unë punë e dorë që e kam të trashëguar nga mamaja ime, por edhe unë ja kam trashëguar vajzës time punën e dorës. E gjithë se a më shumë qep me makinë, po prap edhe grepin e di. Edhe shtizat. Puna e dorës nuk duhet të humbasni asnjëherë, po duhet të shkoj brez pas brezi. Se puna e dorës është një diçka që vlen shumë.
pavarësisht se ka njerëz që nuk e vlerësojnë punën e dorës, por është shumë e rëndësishme. Një, dy. Një, dy, tre. Katër. Kur punojmë këtu, kur punojmë me grep, duhet të kemi dhe kujdes që të mos bëjmë edhe gabime për shembull. Sepse një gabim i vogël i bie që të prishet e gjitha, se të bëjmë punë 2 herë për shembull. Unë dhe pak kam dhe mbaroj dhe këtë, edhe pasaj do ta qep tek çarçafi. Çarçafin e kam bërë me 2 ansorë, domethënë, një nga një anë dhe një nga një anë, sepse krevatin e kam në mes. Ky është modeli, do të cilin po bëj, bëhet shumë i thjeshtë, kështu që mund ta merr Nikolaj dhe modelin për të punuar. Çdo njeri për shumë mund ta gjej kohën se kur do punoj. Ja, kështu. Për mbushje. 3, 4, 5, 6, 1, 7. 1, 2 zinxhir, bëjmë kapje në mes, 1, 2, bëjmë mbushjen. Kush është interesuar, se sa mund bëjnë këto brodurat e çarçafeve, rrobat e banjës, kapelet e diellit, kanë dalë shumë të bukura. Kush është interesuar se sa kushtojnë, të më lërë koment në Messenger Luiza Koçodori. Ato i kam punuar kapelet, punoj me fije pambuku, dhe janë shumë të mira tani për diell. Unë i kam provuar edhe këto me pambuk edhe ato me kasht, po këto me pambuk janë shumë të mira. Jo se i bëj unë, por pambuku gjithmonë ka qenë i mirë jetë e motë. Edhe rrobat e banjës i kam bërë. Edhe ato i kam bërë me fije elastike, shumë të mira me fije elastike. Kush është interesuar, të kontaktoj me mua në Messenger Luiza Koçodori. Mund të kontaktoni edhe në YouTube, por për çmimin në inbox. Tre, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tani kthehemi. Do bëjmë 10 zinxhir. Jo, tani do kthehemi. Do bëjmë mbushje parlak, sepse vjen duke u ngushtuar.
Kjo është për të gjithë ata që duan të dinë se si bëhet shtesa e mbushjeve nënsorë. Mund të më ndjekni edhe në kanalin e YouTube, se unë edhe kam shpjeguar dhe kutijat edhe mbushjet se si bëhen. E kështu. Unë tani sa po mbarova darkën. Për darkë kam bërë japrak, sarma ose dopa, si mund t'i thoni nga vendet të ndryshme. Por unë i them japrak, ose unë i them më shumë sarma. Nga ana e Gjirokastrës i themi sarma. Edhe japrak i them, po sarma e përdorin më shumë. Tani i kam vënë të zi dhe thashun të pi një kafe edhe të komunikoj drejt për drejti me ndjekësit e YouTube-it. 2 1 2 7 mbushje 3 4 5 6 dhe një 7. Tani do vi duke u ngushtuar kjo. Jemi këtu. Do bëjmë këto fjongo të 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Nëse do ta punoni 1 2 hunda ose 3, pastaj modeli mbahet mend, se është shumë i thjeshtë, nuk është puna rrie shiko, duke parë, duke e bërë. Mbahet mend përmendesh. Unë zakonisht ku i kam mbajtur, i kam punuar dhe i kam mbajtur mend. Kjo ishte edhe video sot. Kjo ishte një video më shumë për të përshëndetur ndjekësit e mi të YouTube-it, të nënshkruarit. Prandaj ju ftoj, kujt i ka pëlqyer video, të bëj komente dhe pëlqime, dhe kush dëshiron dhe të nënshkruhet në kanalin tim të YouTube-it. Mirë dëgjofshim në videot e radhës me modele tjera më të bukura. Edhe kjo është fija që përdor për të punuar. Kjo është fije pambuku kjo. Edhe me këtë kam bërë qentro. Edhe kjo është shumë e mirë. Kjo fija.